Kryet Big Brother edhe përfundon si edicion, edhe çifti i atij kanë me ta quj ty VIP. Po. Edhe ti mu ndalën me pyet mirë, në rregull, përveç që ke qenë Big Brother. Që s'është kurgjohar me qenë Big Brother. Normal. Shtroj pyetja, a e Është meriton limi titullin Ti VIP? çka ke bo me jetën tënde? Ai tregom një diçka që ke bo për jetës tënde. Edhe ai s'din as me tregu, thotë po kom qenë Big Brother. Po. A kupton, edhe ai e merr automatikisht epitetin VIP. VIP. Po çfarë po them? Në Kosovë, Sa po flas vetëm Kosovë. Regjisor do Se di, në Kosovë ky epitet nuk vlen, sepse është i ngatruar. Totalisht e kanë ngatruar. I kanë ndru vendet. Për çfarë nuk vlen si epitet VIP. Edhe diçka ka ndruar shëngël kohëve të fundit. Për shembull, se na çado që kena bu, kena marrë për jashtë. A vetë nuk është që kena shpik nëjse na, personalisht si popull. Tash jashtë për shembull ti isha influencer, atë po fol influencer, se fjala influencer edhe çysh paraqitet, po për shembull para 2 dite djeni influencer që u klupi TikTokut as nuk fol, e ka shit kompaninë e vet 700 milion Po e dollar. pash. Veç po du me thonë që tash, adhen ka ndru pak edhe pjesa qysh bëhet dikush i famshëm. Po, e vërtet. A vëden? Po. E vërtet është që vlerësohet gjithmonë për shembull në posti profesion si Shëngyli që është aktore. Jo, domosdoshmërisht. Po jo ta po të marr Cili do profesion? Tash po të marr shembull. Cili Një do? gazetar, një adhen content creator, një diçka që ki sukses, më që do të vlerësu. Po pjesa që vjen fama sot ka ndru me ma herët. Se s'yn kanë këto rrjete sociale, sidomos TikToku, adhen ja u ka mundsu shumë njerëz me kallëzu të paktën një talent ose budallaki ose çfarë do kohë që dikush ka.